Një operacion i strukturuar i policisë së Tiranës ka çuar në zbardhjen e një magazine të dyshuar për shpërndarje droge, e cila ndodhej në rrugën Myslim Keta. Sipas burimeve zyrtare, magazina me dokumenta paraqitej si një aktivitet komercial me paleta druri, por në të vërtetë përdorej për ndarjen e lëndëve narkotike në doza dhe shpërndarjen e tyre në kryeqytet. Gjatë ndërhyrjes u arrestuan 5 persona: Xhoi Zina, Redion Kuqi, Erti Gjiriti, Ardit Qtaku dhe një shtetas me inicialet A Koçi. Policia ka sekuestruar 9 kg hashash, sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 automjete dhe 6 celular, ndërsa lënda narkotike ishte e fshehur me kujdes një valiçe mes paletave të drurit për të shmangur kontrollin. Hetimet e policisë kanë identifikuar rolin e secilit të arrestuar. Dyshohet se sasia e drogës ishte transportuar nga Sukthi drejt Tiranës nga Xhoi Zina, i cili bashkëpunonte me shtetasen A Koçi. Ndërkohë, gjatë ndërhyrjes, Ardit Qtaku dhe Erti Gjiriti u kapën duke përgatitur lëndë narkotike për shpërndarje në doza më të vogla, duke dëshmuar përfshirjen e tyre aktive në rrjetin organizuar kriminal. Policia po vjon hetimet për të identifikuar të gjithë anëtarët e grupit dhe bashkëpunëtorët e mundshëm, si dhe rrugët e trafikut të drogës, duke përfshirë edhe bashkëpunimin me qytete të tjera ku dyshohet se rrjeti ka furnizuar tregun e narkotikëve. Burimet zyrtare bëjnë me dije se aksioni është rezultat një pune disa mujore hetimore dhe monitorimesh të strukturuara për të goditur këtë rrjet të kriminalitetit të organizuar.